Dhe ja ku jemi dashur me që pas materialit që kemi pa në teren, jemi të rubrika magjikeve të vegjël. Si çdo herë, dini që fëmijët të cilët vinë të rubrika magjikeve të vegjël janë fëmijë që na sjellin shumë dashni, shumë energji të mirë, edhe na bojnë me besu që ardhmja e vendit është në duar të fëmijëve shumë talent dhe të ardhme të suksesshme. Fëmijë të cilët i ndjekin ëndrat e tyre dhe që e dinë se çka dojnë. Njëjtë është edhe Zona Tahir Ukaj, një voglushe e cila vetë se 8 vjeçare është, por bën aktivitetet e shumta brenda ditës. Zonën e kam studio. Mirë se erdhe Zona. Faleminderit shumë që ke ardhur në emision me neve. Ti je vetëm 8 vjeçare apo? Jo, 8 gjys. 8 gjys. Kur i bën 9? Tetor. Tetor, edhe djali jam e ka ditëlindje në tetor. A ke menu që a kime bërë për ditëlindje? Nështë ta shkoj në Gërmi. Okej, me shoqe apo, me bërë piknik. A të pëlqen ty pikniku apo? Po shumë. Po përveç piknikut, unë kam dëgju që ty të pëlqen shumë edhe muzika. Po më Është e pëlqen vërtet? shumë muzika. Që sa vjet më duket je të shku në Prankjakova, po? Po më prankja. Që sa vjet je të shku në Prankjakova? 1 vjet. 1 vjet. Qa e fokusuat je në këndim apo instrumente diçka? Në piano. A ty të pëlqen piano? Po. A e ke mësu pianon? Po. A ka qenë e vështirë në fillim? Jo. Pak. Qa është ma e vështirë? Me i mësu notat? Me fokusu energjinë aty? Qa është vështirë në piano? Mi lexu notat se ka njëherë nuk i di shumë. Ka njëherë nuk i din shumë mirë. Po është normale se je shumë e vogël edhe vetë sa ke fillu. Tash me që po shkon në Prankjakov në shkollë, a ke fillu me shku me marrë pjesë për shembull në aktivitete me piano, me grupin? Unë e shkoj edhe në solfeggio, që është një grup si me një klas, janë ka shumë fëmijë, në aty i mësojna notat, edhe lujna ka njëherë lojra. Okej, do me thonë, je edhe në solfeggio edhe në piano. Po, jam kështu me një shkollë. Me një shkollë të ndjek të dyja drejtimet. Këndim jo. Këndim jo. Nuk të pëlqen apo nuk ki za me këndu? Unë s'kam za me këndu, po kur t'jam shpe, gjithë këndoj. Dhe fëmija mi i bojnë vesh qështu. Se nuk këndoj bukur. Tregom, a është ëndra jote që kur tritesh me qenë pianiste? Po. A ki ndaj pianiste që e pëlqen, që thu okej, ose ki digan, veç si vetja po do më bo. Ose që nështë të pëlqen mësusja jote dhe do më bo si mësusja jote. Që ka emri mësusja? Iliriana. Iliriana. Por përveç pianos edhe solfeggios, ti shkon edhe në shkollë. Je nxënëse e shkëlqyeshme. Cila lanë të pëlqen shkollë më shumë? Matematika edhe edukat figurative. A vizaton mirë? Po. Qa të pëlqen me vizatu më shumë? Natyren, malet. Okej, a i këshyrë kështu në iPad, a e veç e imaginon natyren? I imaginoj, sepse unë shkoj në Rugov, edhe tani i vizatoj pak si atje. Pak si atje. Në cilën stin të pëlqen natyra më shumë? Në Pranverë dhe në Vjeshtë. Se ka ngjyra më shumë, apo? Po. Vjeshta i ka ngjyrat shumë të bukura, Pranvera po ashtu. Por ti the edhe matematika të pëlqen shumë, kurse më ka pëlqyer matematika. Edhe kurse kom ditë mirë matematikën. Ti përveç shkollës matematikë shkon edhe në një aktivitet? Okej. Aty mësoni matematika, po? Çka është e veçanta matematikës aty që mësoni? Na nuk mundëm me nuk guxojna me mi përdor për shembull 5+5, me përdor me mënyrë të shkollës, po veç me abakus ose me gishta. Abakus edhe gishta. Abakus janë si kalkulator që është me rruza dhe me gishta kurse kom kuptu. Me gishta si për shembull 1, 2, 3, 4, 5 që është këtë nalt. Tani 5 plus 1 6, përbje që kjo 6, se 5 plus 1 bëjnë 6. Tani 7, 8, 9, edhe 10 që është se 1, 0. Okej, hajtë që unë për ta dhoni numër, nuk po shkaj shumë, 2 shifror. 10 plus 5 plus 30. 45. A bën edhe me minus me bën numërin? Po. Okej, hajde bëna. 2 shifrora, po? 2 shifror dhe 1 shifror. Edhe 1 shifror, okej. 70 minus 30 plus 20 plus 5.
65. Hajtë të regam edhe njëherë që përbon. Hajtë përboj 5 plus 5 plus 5. Jo, 5 plus 10 plus 15, hajde. Okej, 5. 5. Se gishtin altë është 5. Okej. Tani plus 10, okej? Po? E qesëm këtë në nisha. Ama nuk e shojna poshtë, se poshtë është 40-shja, tani 30, 20 edhe 10. Edhe 10 në altë, okej. Po, tani plus 15, e shtojna edhe një 10-shë, që i bjen 20, edhe 5, e shtojna një 30 që e hekon 5-shën. Edhe na del 30. A keni marrë vesh nëjsa në djemë. Shumë e vështirë, po ti shumë letë po e banë. A është e vështirë me mësu? Jo, po në fillim, kur ja kom fillu brejnin, mu ka duk pak e vështirë, të në javën tjetër që kom shku mu ka duk shumë e litë. A ke tentu mi jam spjegu shokve dhe shoqeve në shkolla, kanë kuptu metodën? Jo. S'kanë kuptu, a? E tash, kush po shkan shkollë, ti kur ki teste ose detyra, a e përdor këto me gishta, a klasike në shkollës? Të shkollës, ama ma shumë kanë ndihmu brejnë, se si për shembull nuk e kom ditë shumë mirë sa është 6 herë 7. Edhe me herë, domethënë, okej. Na mësojnë aty edhe me herë edhe me pjesë temë. Tani brejnë më kanë ndihmu se aty më thojna ma herët se në shkollë. Edhe në shkollë, kur ja kena fillu me pjesë temë, veç i ke ditë. Veç i kom ditë. Aty të najtë, nësë ja të spjegu, jo, në i ditë e tyratë. Bravo, me siguri mësusja është shumë krenare për ty. Si që është edhe prindrit e to, mame që është me ty në çdo hap tëndin, unë qëtu po isha disa certifikata, çdo mirënjohje. Hajtë që pjanisi me qëta, ku e ke marrë shta? Këto e kom marrë në Dubai, kur kom shku në garat e Dubajt. Të më thonë ti ke qenë edhe jashtë Kosovës në gara? Po. Përveç Dubai, ku ke qenë tjetër? Në Zvicër. Okej, qysh ka qenë eksperienca? Qysh e ke përjetu? Shumë mirë, jena atje ditën e fundit, u mojtë gara. A ditët tjera, si për shembull në Dubai, ka qenë autobus i madh me kitë pjesëmarrësit e garës. Edhe na kitë kena hyp aty me prind, edhe aty si për shembull na çojnë në vendet të Dubajit. E keni çdo ditë ndryshe, po. A të ka pëlqy Dubai? Po, shumë. Qa të ka pëlqy shumë Dubai? Kur kena shku në safari. Shkretira. Po, urshet shumë në zollë, i kena dodhë patikat, edhe jena knaqë. Edhe jeni knaqë. A ke provu me shku të devet? A ke hyp në dy deve? Po. A je friksu? Se shumë më është. Devja ma ka kru kamën. Bërni me! O, zamrën. Okej, përveç Dubai, the edhe në Zvicër ke qenë. Po, në Zvicër nuk kena pas autobus, nuk kena shku me grëp, veç ku dojna. Edhe tani, unë e kom shku të shtëpia e shoqës tem, që ajo u ka në klasë të parë në shkollë, ama tani babi vetë ka pas punë në Zvicër edhe ka ndalë ketë në Zvicër. E tani unë e kom shku edhe ja kom pa shtëpinë edhe... Ke nejtë aty me ta. Okej, super. A është emocion kur merr pjesë kështu në gara? A ki frikë? Qa menon që ato momente? Kam pak frikë, se mendoj që kam e marrë vendin e tretë, kam qef shumë me marrë të parin, ama asë njëherë se kam marrë të parin. Dyherë e kam marrë dytin, njëherë tretin në gara online. Po, ani ti je shumë e vogël edhe ki jetën për para, edhe ki me marrë edhe shumë qmime, medalje tjera, edhe vendin e parë, edhe vendi parë, edhe i dytë, edhe i tretë, edhe i 10, është shumë i vlerësuar, se ti veç ke marrë pjesë të njerëz më të mirë aty. Vetë fakti që je shku në Dubai ose në Zvicër me qatë garë, është vend shumë i rëndësishëm për ty. S'ka rëndësi a vendi para i dytë, po ti pra vazhdo me luftu deri në vendin e parë, okej? Okej. Prej kretë shtyra që përshojmë cili është që e gëzu mas shumë ti, qmimi? Që e ke përjetu shumë mirë kështë? Qëto dyja janë kër e kom kry në velet, nuk i kom marrë krejtë se si ku i kom pas. Tani, për këtë në dyjavë, më ka pëlqy pak ma shumë Dubai, se i na knaqë. Këtu përshojmë edhe disa medalje, përshojmë vrapa babadimin, që ke bo? Kjo është një prej aksioneve humanitare shumë e famshme. Unë me shoqën tem, Unika,
kena shku në i kena marru disa kartolina, edhe kanë ardhur shoqe tjera në vrapa baba dimar, edhe i kena shit edhe paret ja u kena jap njerëzve që kanë nevojë. O, sa mirë, bravo. Edhe ty edhe Unikës, Unika ka qenë javën e kaluar në mision. Po, e kena po. Qështu ka dok? Shumë mirë, edhe tani kom dashur të lëmë. Edhe ti ke dashur. A be përshëndet Unikën. Po. Qa i kështë thonë Unikës? Bravo që ke dalë në emision. Edhe ti bravo që ke dalë në emision. Okej, një mesazh shumë të shkurt për shokët edhe shoqet e tua që po të shohin në emision. Mos u dorëzani dhe mos ani shumë. Edhe më soni shumë. Bravo, edhe me ndjek ëndrat e veta krejt, sikur që është po ndjek Zona. Zona, unë u kënaqa shumë me ty. Faleminderit shumë që ke ardhur. Ti je shumë vajzë e mirë, shumë simpatike dhe shumë e zgjuar. Faleminderit shumë, edhe unë të pres prapë, sa herë që ti kina i sukses, mos harra, kur luftojsh edhe të punoj shumë për vendin e parë, me armë më tregu. Okej? Am premton? Po. Okej, të uroj shumë suksese dhe më vazhdo me mësu në shkollë, sidomos. Faleminderit. Faleminderit ty, Zona. Dashur me që kemi qenë kështu me Zona Tahir Ukaj, një voglushe 8 vjeçare e cila e thash edhe po përsëritna që i ndjek ëndrat e veta. Fatmirësisht prindrit e përkrojnë edhe janë mrapa saj çdo herë në ëndrat e saj, edhe mësimdhënësit kudo që ajo shkon. Fëmijë si Zona i mirëpresin gjithë në emisionin Familja Jonë. E di që ka shumë, e di që mesazhet janë të pafundme, ne mundohemi secilin prej tyre me selektu edhe me i marr pavarësisht çfarë ëndre, çfarë talenti kanë, të gjithë janë të mirë se ardhur, vetëm duhet secili në javën e caktuar. Kështu që ne po vazhdojmë me një material tjetër, dashur miq. Do të shkojmë bashkë në klinikën gjermane të syve, në vendin ku çdo herë themi që janë oftalmologët më të mirë dhe përdoret teknologjia inovative për trajtimin dhe shërimin e të gjitha problematikave të syve. Kthehemi pas pak studio.